Ne jetojmë në një kohë kur me të vërtetë është e dukshme kriza e modelit i cili duhet të ndiqet apo duhet të pasohet. Deshta që shikuesit tanë t'u rikujtojmë modelin e përkryer apo të kompletuar që ne e kemi në të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Siç e cekët edhe vetë, do të thonë, sidomos në kohën tonë me shtimin e interesimit të trive apo kyçjes së tyre, po them të drejtën edhe më të shumëve në rrjetet sociale, ka bërë që të ndiqen persona të cilët më para ne s'kena pas për shembull mundësi që t'i ndjekim, ose baballarët tonë nuk i kanë pas mundësi t'i shohin si modele. Por para se të ndal këtë, kisha pas qejf të çarçoj një çështje, ajo është natyrshmëria e njeriut. Natyrshmëria e njeriut është që të ketë dikën për model. Ne si njerëz, të cilët jemi të prirur që të jetojmë, jo vetëm ne si njerëz thjesht, edhe shkenca, edhe dituria është ndërtuar në pasim. Me thonë, dituritë e ndryshme janë vazhdim apo emitim i me thonë një shembull i cili ka ndodhur më herët, mund të jetë i njëjti ose mund të pasohet i njëjti, pastaj zhvillohet edhe më shumë.